ata që njohin diktaturat, ose që i studiojnë ato, të shkura apo të sotmet, do të gjenë se institucioni i akuzës përsekuton si kundërshtar politik, përsekuton edhe kriminalët, edhe zyrtarët e korruptur. Madje të themigje, ka vende të cilat e bëjnë me shumë vendoshmëri dhe të garantoj që në diktaturë komuniste, korrupsioni ishte pakrahasimisht më i ulë se sa ky që është sot. Dhe për një dhia apo për një dele, burgosa i tjetër disa vite. Nuk është se fale i korrupsioni në diktaturë. Por diktatori përdor të prokurorin kundër kundërshtarëve politikë. Tani, vim pak se ju i një... A kam nërmend të them unë me këte që po them se opozita është e paprekshme? Absolutisht jo. Opozita është e prekshme plotësisht, është nën ligj, por kur ti arreston dhe përsekuton në vitin elektoral si persona në nënhetim, arreston si persona në nënhetim, ja ku ke Ilir si persona në nënhetim, liderët e 3 partive kryesore opozitare, njërin për tyre e vend ndjekje penale, atëherë besoj se është e qartë si drita e diellit se ky është një atak kundër pluralizmit politik. Prit, do vi unë aty. Do vi unë aty. Ky është një atak kundër pluralizmit politik. Atak kundër pluralizmit politik. Dhe kjo nuk mund të bëhet. E bërë në vitin elektoral, e bërë në vitin elektoral. I mbajtë në vitin elektoral, i mbajtë në arrest, njërin në burg, tjetrin në shtëpi, pa akuzë. Pa akuzë. Çfarë më thuajti mua? Çfarë dokumentash mund të ndryshoja unë 12 vite pasi kam ikë nga pushteti apo Ilir Meta? Çfarë dokumentash disponoja unë? Prit. E para kjo. E dyta. Altin Troplini, i cili është jo i vetëm në këtë shkallë, është njeriu që futi nocionin e amnistisë krimit elektoral. Dhe për ty, Osman, dhe për çdo njeri që vota ka një peshë caktuar, dosjet 138 dhe 134 dhe 338 janë dosjet më flagrante të krimeve më flagrante elektorale, të cilat janë ngritur mbi bazën e procedurës më të saktë ligjore. Janë regjistrime të bëra me vendim gjykate. Dhe këto i amnistoi Altin Troplini. Tani, më thuajti mua, dhe cili do, një prokurori që sulmon pluralizmin, shtyp pluralizmin, amniston, e di që është kjo e dosjeve. Kjo është licencë për Edi Ramën për të krijuar ato që krijoi më vonë. Vim tani tek rastet e... Spari duhet bëhet pak e qartë, mos të... Njerëzit nuk do të besoj një mashtrues siç është Dumani. Se nga vitin 2008, gjenë vitin 2010, 2 ministra,
janë heq imunitetet dhe janë vendosur në hetim, në akuzë. Një zëvendës kryeministër ka dhënë dorëheqjen nga çdo funksion dhe ka shkuar në ndjekje nga prokuroria. Pra këto ka ndodhur, këto që po i paraqesin si risi, këto janë vetëm mashtrime. Këto ka ndodhur më shumë. Megjithëse kush janë dy ministra në detyrë sot? Cili? Asnjë. Përveç lubis tani së fundi. Kështu që kjo vëllëmtari pra për të ndëshkuar korrupsionin ka ekzistuar. Madje kjo e sprakut është 3 herë më vogël. 3 herë më shifra, me raportet të Departamentit të Shtetit, të cilat dëshmojnë se në vitet 2007-2008 u dënuan nga gjykatat për dosjen e korrupsionit të dërguar nga Task Force 630 punojës. 199 punojës u dënuan në vitet 22-23, më falë. Pra, vim të Erion Veliaj. Besoj se e dëgjove dje Edi Ramën. E dëgjuat? Nuk shtrohet këtu që birit vras babaj, nuk kam unë pasardhës. A e kap? Se a tha shumë ati, ta thot. E tha vetë. I doli vetë. I doli vetë. A bërë Erion Veliaj për pjeket hapura për të paraqitë më shumë se i dytin Partinë Socialiste? Absolutisht po. Edhe nuk mund të amhoj njëri. Dhe e vërteta është që a i kryoj në parlament, kryoj në parti një mbështetje të fortë. Kështu që por për Erion Velin ne protestuam 26 javë. 26 javë. Erion Veliaj u akuzua jo për çështjen e 5D-s, jo për djegësin e Tiranës, u akuzua thjesht për grabitje parash nëpërmjet NGO-ve dhe për familjen e tij. Pra, nuk mund të themi se Erion Veliaj kishte dosjen plot, por Erion Veliaj i dha përgjigje Rama dje. Nuk kam unë të dytë, nuk kam pasardhësu. Iku. E tregoj veten. 2. Tek Belinda. Besoj se çdo njeri që ka ndjekur ato që ka mediat kanë publikuar, dhe Osman ato janë gjërë që janë ato që janë në dosjen e Belindës. Se këto janë të asaj kashetës, që që ajo punojësja. Se të kesh ti dosjen e Belindës, ajo është me jashtëzakonshmja. Nuk ka shkrimtar që mund të shkruhet të një dosje të atillë. Mos i pyet. Të gjitha. Aty është një dosje e papërsëritshme. Pallosh i gjatë është lule aty, në dosjen e saj. Po. S'janë gjatë, po. Po pse e mori e motra dosje? Pse mori Pamela? Jashtë të gjitha kritereve. Dosja ka aspekte që të i kalojnë imagjinatën. Pra, në atë rast, që është të vërteta, prokurori, Preçi, duhet pranojmë se është përballë me të vërteta të cilat ishin asgjësuese për te në rast se do i mohonte. Dhe ai nuk mori përsipër t'i mohoj. Ai mori përsipër, pavarësisht se u paralajmëroi me kokë. Ki kujdes kokën, tha Troklini,
etja, ai mori përsipër të qëndroj ligjit. Nuk kam asnjë të dhënë, se unë nuk jam njëri që besoj shumë në konspiracione, as se lubis ja bëri Rama, nuk them, nuk di gjë. Ajo Ram si tha, di që i tha të marrë me vete, dhe e merë me vete. E merë. Këtë mos kini iluzion. Pra kjo është qëndrimi. Unë e kuptoj që ju, që s'keni jetuar diktaturën e parë, keni të drejtë kur i shifni kështu. Por në qoftë se prokuroria përdoret për të shtyp pluralizmin, për të amnistuar dhunimin e votës,